Turqia de jure drejt sistemit presidencial, i cili de facto tashmë ekziston. Termi stabilitet politik në 60 vitet e fundit është bërë një koncept vazhdimisht i theksuar në historinë e politikës turke, e cila u ballafaqua me ndërrime të shpeshta të qeverive edhe me nga një grusht shteti pothuajse në krye të çdo 10 vjeçari. Në të vërtetë, ndryshimi kushtetues i vitit 2007 për zgjedhjen e presidentit drejt për së drejti nga populli ishte një pikë these e rëndësishme e cila paralajmëroi fuqizimin e presidentit dhe premisat e para të një regjimi presidencial. Shkruan Ekrem Zajmi. Analistët politik në Ankara e veçanërisht kritikët e presidentit Erdogan paralajmëruan me kohë se tashmë sistemi presidencial de facto është hyrë në praktikën e politikës turke. Sistemi i qeverisës në Turqi ka devijuar dukshëm dhe origjinaliteti i parlamentarizmit që me ardhjen e presidentit Erdogan. Madje, sipas disa politologëve, sistemi i qeverisës në Turqi është transformuar në sistem gjysmë presidencial edhe me gjendjen aktuale. Presidenti Erdogan brenda një periudhe të shkurtër kohore pas ardhjes në presidencë ka shfrytzuar 3 herë të drejtën pasive të definuar sipas kushtetutës turke për të mbledhur qeverinë në drejtimin e presidentit. Sigurisht këtë të drejtë kanë përdorur edhe presidentët e mëhershëm, por ama asnjëherë nuk kanë marrë vëmendjen e mediave ngjajshëm me presidentin Erdogan. Prandaj kalimi nga sistemi parlamentar në atë presidencial për qytetarët e Turqisë nuk do të paraqet një regjim qeverisës krejt të huaj, duke qenë se tashmë janë mësuar me një president të fuqishëm dhe me një kryeministër të dobët, duke përjashtuar në disa raste ish kryeministrin Davutoglu, i cili si duket është bërë kurbani i ushtrimit intenziv të pushtetit sipas të drejtës të tij si kryeministër në një shtet de jure parlamentar. Faza e dytë e votimit të ndryshimeve kushtetuese në parlamentin turk e dërgon Turqinë drejt referendumit. Parlamenti i madh popullor i Turqisë tashmë ka përmbyllur punimet në raundin e dytë për votimin e neneve të kushtetutës, që do të pësojnë ndryshimin në vazhdën e ndryshimeve kushtetuese, ku pjesa më e rëndësishme e këtij procesi është vendosja e bazamentit ligjor për kalimin e shtetit nga sistemi parlamentar në atë presidencial. Pas kalimit të neneve të kushtetutës në fazën e parë me shumicën e votave të 3 në 5 deputetëve të partisë në pushtet AKP, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, dhe kryesisht të partisë opozitare MHP, Partia e Lëvizjes Nacionaliste, dhe faza e dytë me datën 21 janar 2017 përfundoi me kalimin e të 18 neneve të propozuara dhe u votua si tërësi me 339 vota. Presidenti Erdogan kishte paralajmëruar se edhe nëse kushtetuta e re i merr më shumë se 367 vota ose 2/3 nga numri i përgjithshëm i deputetëve, do të preferonte që të shkon në referendum për të marrë edhe një herë legitimitetin popullor. Në ditët në vazhdim, kushtetuta e re e aprovuar nga parlamenti do t'i dorëzohet presidentit për nënshkrim. Presidenti ka të drejtë sipas nenit 175 të kustetutës që nëse e sheh të nevojshme, të ja kthejë parlamentit sërish në shqyrtim nenet e përfshira në ndryshim. Me nënshkrimin nga ana e presidentit 60 ditë më pas do të zhvillohet referendumi, i cili gjasat më të mëdhaj ka që të zhvillohet në fillim të muajit prill 2017. Qëndrimet për dhe kundër ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimi i sistemit të qeverisë sipas presidentit Erdogan dhe partive parlamentare, të cilat i mbështesin ndryshimet AKP dhe MHP, do të sjellë stabilitet politik, duke e bërë më të lehtë procesin e vendimarrjes. Do të mundsojë një zhvillim të shpejtë dhe më të qëndrueshëm ekonomik. Politika e jashtme do të vijë në një situatë më të përshtatshme veprimi. Lufta kundër terrorizmit do të merr çësje më progresive e të tjerë. Ndërkohë që opozita vazhdon të kundërshtojë procesin duke argumentuar se Turqia po shkon drejt regjimit të një personi. Të qëndrim opozita shpesh e prezantoi dhe si një tentativë për ta ndryshuar pozitën e presidentit në një pozitë diktati. Ndryshimet kushtetuese kritikohen gjithashtu edhe nga ana e Këshillit të Lartë i Gjyqësisë dhe Prokurorisë turke, nga se është njëri nga institucionet e larta të drejtësisë që do të preket nga ndryshimet kushtetuese. Nga 21 antar sa ka, do të ketë vetëm 13 antar, ku 6 prej tyre do të propozohen nga presidenca dhe 7 të tjerë do i propozojë parlamenti. Sipas kritikëve, procesi vendimarrjes në këtë institucion do të ndikohet nga presidenti, pasi që 6 antar vijnë nga ky institucion dhe pjesa më e madhe nga 7 antar të tjerë do të vijë si propozim i partisë